Agravon çerri mes Trump dhe Elon Musk. Multimiliarderi ka lëshuar bombën e radhës pak më parë, duke akuzuar presidentin amerikan Donald Trump se ishte i përfshirë në dosjet e Jeffrey Epstein. Sipas Musk, kjo është arsyeja pse këto dokumente nuk janë bërë publike. Ai shkroi: "Është koha për të hedhur bombën e madhe. Donald Trump është në dosjet e Epstein. Kjo është arsyeja e vërtetë pse ato nuk janë bërë publike." Kalof shmir. Deklarata e Musk ka ngjallur reagime të shumta dhe spekulime në opinionin publik, duke rikthyer vëmendjen në lidhjet e mundshme mes personazheve të njohur dhe Jeffrey Epstein, biznesmeni indier që u akuzua për trafik seksual. Ky postim vjen pas një sërpërplasjesh publike mes Musk dhe Trump, të cilat kanë përfshirë kritika ndaj politikave fiskale së administratës dhe kërcënime për tërheqjen e kontratave qeveritare për kompanitë e Musk. Musk ka shprehur gjithashtu zhvendimin e tij për mungesën e mirënjohjes nga ana e Trump për mbështetjen që i ka ofruar gjatë fushatës zgjedhore. Ndërkohë, presidenti Trump ka reaguar duke e quajtur Musk të çmendur dhe ka sugjeruar se do të ndërpresë subvencionet dhe kontratat qeveritare për kompanitë e tij. Ai ka deklaruar: "Elon po bëhet i padurueshëm, i kërkova të largohet. Mënyra më e lehtë për të kursyer miliardë dollarë në buxhet është të ndërpresim subvencionet dhe kontratat qeveritare të Elonit." Kjo përplasje publike mes dy figurave të njohura ka tërhequr vëmendjen e gjerë të mediave dhe publikut, duke ngritur pikpyetje mbi ndikimin e saj në politikën amerikane dhe marrëdhëniet mes biznesit dhe qeverisë.